vetëm pak ditë më parë, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin për krijimin e operatorit të shërbimeve të integruara në shëndetësi. Një strukturë e re e cila pavarësisht emërimit propagandistik nuk përfaqëson as reformë dhe as një menaxhim më të mirë të shërbimeve shëndetësore. Në thelb, ky vendim nuk bën gjë tjetër veçse institucionalizon dhe centralizon edhe më tej menaxhimin e kontratave korruptive në shëndetësi, duke i shkëputur ato nga çdo mundësi konkurrimi, transparencë dhe rivlerësimi periodik. Për më tepër, ky model i ri nuk gjen asgjë të ngjashme në vendet e Bashkimit Evropian dhe mund t'i sjellë pasoja vendit në procesin e parafrimit me direktivat normformuese të Unionit. Në vend që të kishim një konsultim të hapur publik me profesionistë të fushës dhe proces të mirëfillt llogaridhënie nga ana e qeverisë për të adresuar dështimet e koncesioneve të 10 viteve të fundit, të kërkojë përgjegjësi dhe të korrigjoheshin gabimet, qeveria e korruptuar e Edi Ramës zgjedh t'i mbrojë, t'i përqendrojë dhe t'u jap një fytyrë të re të njëjtave mekanizma përfitimi klientelis që i kanë kushtuar shqiptarëve qindra miliona euro. Ky operator nuk është krijuar për të mbrojtur interesin publik. Ai është krijuar për të garantuar vazhdimsinë e kontratave qartësisht korruptive, për të shmangur konkurrencën dhe për të ruajtur të paprekur marrëdhëniet klienteliste që kanë shoqëruar tenderat dhe koncesionet më të mëdha në shëndetësi. Mungesa e konkurrencës është këmbana më e fortë e alarmit se abuzimi me parat publike, jo vetëm që nuk do të ndalet, por do të institucionalizohet edhe më tej, kur kontratat përqendrohen në një strukturë të vetme, pa garë, pa konkurrim periodik dhe pa kontroll efektiv, humbësi i vetëm mbetet qytetari shqiptar që paguan faturën e korrupsionit për xhepat e Edi Ramës. Historia e tenderave dhe koncesioneve në shëndetësi e ka provuar këtë më së miri. Që për vitin 2015 qytetarët shqiptar kanë paguar nga taksat e tyre plot 45.5 miliard lek, ose më shumë se 500 milion euro vetëm për të shkëlqyer 4 kontrata koncesionare shëndetësore. Në vend që të përmirësojnë sistemin shëndetësor, këto koncesione kanë krijuar një barrë fiskale financiare të pa justifikuar për buxhetin e shtetit, ndërsa qytetarët nuk kanë përfituar asgjë. Përkundrazi, kanë humbur shumë në shëndet, në para dhe madje edhe në jetë.